Përshëndetje juve. Islami një dy lloje të diturisë, jo të tretën. E para është dituria që i jepet njeriut nga Zoti sipas vullnetit të Zotit, dhe e dyta dituria të cilën njeriu e përfiton me metodat, përpjekjet dhe hulumtimet e tij racionale, duke u bazuar në përvoja dhe vëzhgime që ja bën jetës. Lloji i parë i diturisë është i arritshëm për njeriun vetëm nëpërmes akteve të adhurimit dhe të përkushtimit ndaj Zotit, që quhet ibadet, që varësisht nga mëshira e Zotit dhe fuqia e brendshme e njeriut, e krijuar nga Zoti, pikërisht për të arritur këtë lloj të diturisë, njeriu e arrin atë në saje të 1. Intuitës së drejt për drejt, 2. Shijimit shpirtëror, dhuk në gjuhën arabe, dhe nëpërmes zbulesës para vizionit shpirtëror, keshf, dhe kjo është e treta. Kjo dituri në islamistik quhet el-ma'arife dhe i përket unit dhe shpirtit të njeriut. Kjo dituri, si e tillë që është lidhja më e fortë midis mikrokozmosit dhe makrokozmosit, dhe në fakt ofron vizionin e vërtet për diturinë ndaj Zotit. Vetëm nëpërmes kësaj diturie mund të njihet me sy, me mendje dhe me shpirt Zoti. Për këtë arsye konsiderohet dituria më e lartë. Procesi i mëtejm i njeriut varet krejtësisht nga përkryerja, sinqeriteti i tij, prandaj disa njerëz e adhurojnë Allahun sikur ta shihnin atë, Zotin, e disa të tjerë e adhurojnë Allahun vetëm me bindjen se ai, Allahu, është duke i parë ata. Ata të cilët e adhurojnë Zotin sikur janë duke e pa që e kam para vete, në Islam quhet el-ihsan. Se çfarë është Islami, do të flasim në një temë tjetër, por në videon e radhës 3 minutëshe do ta shpjegoj llojin e dytë të diturisë në Islam. Miropafshim.